një Po. ngjarje tjetër? Po i tremimi dhe një ngjarje tjetër i tremimi. Se e ka marrë, se ku e ka çuar, se dim. Si sillej më parë me ato? A ka qenë njëri dhunshëm? Ti që unë bëj dhunshëm, ka qenë ai që e ka marrë atë e donte për nuse, se Ata di. kanë bashkëtuar për disa kohë apo jo? Po, Sa kohë? Po, sa vite? para digjem se sa vite ishin, por Kishin nuk e- kohë të ndarë? Kishin, po, kishin të ndarë. Atëherë Disa Nertili e ka dhunuar edhe herë të tjera vajzën dhe për këtë punë ka shkuar në polici. Po. Edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Majra ka Vajte qenë ata. studente? Po, studente, për firmiere. Cili Po nuk ishte? është dënuar asnjëherë për këtë vepra? Ndajti ca kohë në burg. Pastaj arrest shtëpie. Ai arrest shtëpie dilte gjithnjë. Se stilte. Ata janë këtu në një vlagje? Jo, është çik më larg. Pra banorët e fshati, po ndërmjet familjeve, kush ka qenë raporti? Ti që unë Shkonin apo kishin ndonjë kështu si familje me njëri tjetrin? Pra pse nuk e pranoi familja lidhjen e tyre, se kështu po thuhet? Ti që unë se di, to se di. Nuk e di. Nuk e di. Ju çfarë keni bëni me familjen? Unë e kam kunat. Vajza, ndi e friksuar? Po. Gjithnjë me kërcënime ka qenë. Gjithnjë. Sa është herë e parë që ka qenë. Po me kërcënime ka qenë. Gjithnjë. Kështu. Atëherë me raku më i madh për ju tani është vajza e cila ndodhet ende në duart e tij. Po. Keni një thirrje për policinë, për shtetin? Sa më shpejt ta kapim. Që Familjarët na sjelli vajzën. kanë folur me vajzën, e ka marrë në telefon tani që e mori? Kush ta marri? Kush është ai familja ta marrin ata dy? Një afërm i saj, gjatë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot këtu në Vjedhjesh. Si ndodhi ngjarja, në çfarë ore dhe çfarë konkretisht ka ndodhur? Djeva krismën orën 5 mëngjesit ishim gjumë gjithë dhe krismën e parë u çova në gjumë dhe dola direkt në balkon në kati dytë dhe pash që po krijosh zhurmë në shtëpi Xhaxhaj. Pastaj djeva krismën e dytë, prapa kishte zhurmë, i bie policia sa hapte telefonin, ngrihesh as policia asgjë. Kjo ngjarje është, do të thënë, është e paralajmëruar disa herë, dhe është kapur disa herë ky person. Në fjalë edhe policia ka prokuroria nxjerr, urdhëron sot është një ngjarje e rëndë. Viktima si quhet? Viktima Kosta Plaka. Sa vjeç është? Tek 55, 57 vjeç. Atëherë çfarë Nëse Xhaxhajt është në spital, ne nuk e dim se si është gjendja, ka rrëmbyrë dhe çupën. Vajza sa vjeç është? Vajza është 23, 24. Ata kanë qenë të divorcuar? Jo, ka pasur gjë. Atëherë jeni ndjenjë të konflikteve të tyre, pse ka ndodhur? Ka ndodhur konflikte, kanë qenë ndjenjë, kanë qenë të paralajmëruar për punën e vajzës. Çfarë problemi kishte vajza? Po probleme si çift, kanë qenë diku kanë qenë lidhur, e ndarë. Kjo situatë sot. Atëherë gjitha është për ndarjen e vajzës? Kjo është lajmëruar kushte disa herë, ka qenë edhe me kërcënime, ka ardhur, ka kërcënuar edhe në Tiranë vajzën duke punuar atje. Ka kërcënuar me armë, e ka marrë policia e ka nxjerr pas një muaji. Se ka emrin autori? Nuk e di emrin autori, nuk se pash, por në 100% është ky person, Nertil Buzi. Pra dyshohet që është bashkëshorti, apo ish bashkëshort? Pra ishin të ndarë? Po, ishin fejoj. Kjo është to. Atëherë jeni vllai viktimës. Po. Kush e pa i pari për atë që kishte ndodhur? Vetëm zhurmë e bërtishin brenda. Nuk vatën qikonin brenda, se nuk vinim dot ne s'kishim armë. Ku do vinim me atia? Ai thoshte hadni se do vras gjithë. Hadni të vras gjithë. Unë ku do vim? Me policia ka armë bash 1 orë. E ka marrë çunin, ta tregoj çunin edhe se kur mori policia. Se unë mira ishte zën. Pra ju e pat autorin që ishte armatosur dhe vazhdonte të kërcënonte. Dhe doli po nga mbrapa shtëpisë një ditare që çon makina më tan ndaj anë në vend tjetër makina. E mori dhe çupun ai iku. Vajza qëndronte këtu? Po këtu qëndronte ajo. Këtu. Çfarë?
Pavarësisht se kishin vite të fejuar, Po. kishin probleme, Kishi probleme 3 herë është arrestuar, është futur brenda dhe 3 herë ka dalë. ushtronte dhune, kërcenonte, Po, ai çfarë bën? vadi në Tiranë para ca muajsh me armë, gjoja ishte lodër, ishte kështu e morën futur brenda 1 muaj, mbas 1 muaj e nxuan prapë. Këtu ishte me rreth shtëpie, se gjithmonë kërcenonte. Ata nuk u fut brenda, nuk e di se si janë gjëra, po nuk e di. Pse kërcenonte, çfarë donte ka vajza? Do vish tu tek unë pa mua ti nuk e vën dot jetën se ai. Unë do të vras gjithëve, do të bëj kështu shantazhe që ka bërë, kanë qenë para shikuar këtë, do të Ai shantazhe. ishte një vrasje paramenduar. Par, si bashkë. ishte po bën kohë kjo punë. Kur e pat situatën atje, Po u vajta brenda, vllai shtrirë atje, punata atje. Edhe motra.